Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i lartësuar është Allahu, ai i cili ka krijuar njeriu, e ka udhëzuar dhe e ka pajisur me vlera e njohuri. Ja ka mësuar njeriu gjërat e bukura dhe duhura të jetës, dhe ka porositur që t'i përmbat atyre pavarësisht se ku e sjellin valët e jetës. Prejardhja, origjina, familja, rrethi, njerëzit me të cilët e ke fillu jetën janë të paharueshëm dhe malli për ta na ndjek pas kudo që ne jetojmë në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh fatin e familjeve shqiptare, që begikot gjatë jetojmë me dysh, e shoh të arsyeshme dhe obligim moral që t'ja kushtoj një 2-3 hutbe mërgatës, sfidave dhe lidhjes së tyre me origjinën. Para se gjithashtu ndershëm vëllezër, njeriu është musafir në jetën e kësaj bote. Është kalimtar, nuk është i përjetshëm. Dhe Zoti i Madhërisht na thot në Kur'an: "Hu ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha." Ai ju ka krijuar prej toke, e ju në për tokë keni me zhvillu jetën. Pa i caktuar njeriu kufi, por njeriu shpeshherë i cakton kufi vetes. Pra si do që tjetë, sepse tema është e gjanë, po si hyrje. Vëllezër të ndershëm, jeta është projekt i Zotit të Madhërisht. Ai e ka zgjedhur këtë planet që quhet tokë për njerëzit, dhe ka mundësuar njerëzve me zhvillu jetën. Pastaj me nda në fise, territore, e kështu me radhë. Dhe krejt në fund, njeriu nuk mund t'ikë për asaj se është kalimtar dhe udhëtar i moshëm në rrugët e jetës. Të ndershëm vëllezër besimtar, askush prej neve s'ka ditë me lyp datën e lindjes, vendin ku lind, e as prejardhën për cilët prind lind. A ka dikush prej njerëzve që ka ditë me lyp të gjana? Jo, për vetë faktin që s'ka ditë, s'është kompetencë e njerit. Dhe njeriu nuk e din se ku lind, dhe pastaj nuk e din se në cilën pjesë të tokës e dorëzon emanetin Allahut Azza wa Jall. Mirë, po njeriu din diçka mbrana kësaj. Njeriu din me dasht vendin ku ka lind, din me çmu origjinën ka ardhur, dhe din muni mirë në vendin ku e ka fillu jetën. Këtë dhunti, këtë frymëzim ja ka dhënë Zoti i Madhërisht. E dini që shon kjo dynja të ndershëm vëllezër. Sepse fundi nëse e lexojmë historinë e gjithë pejgamberëve, të gjithë kanë lind me një vend, ndërsa kanë vdekur diku tjetër. Kanë lind me një shtet tjetër, nëse më bën shtet, se s'ka pas shtetin atë kohë me këto farkufit që kemi sot. Kanë lind diku, kanë zhvilluar jetë diku tjetër dhe kanë vdekur diku tjetër. Pse? Sepse njeriu është misionar në këtë jetë. Në kuadër të misionit, ndërtimit të jetës, shoqërisë, familjes, në ditë për ditë vjen edhe fundi. Këtu apo atje ku i ka shku Zoti i Madhërisht. Në shembull, sepse kjo temë do të flasim gjatë xhumave të ardhshme. Në shembull shumë interesant vëllezër. Pejgamberi sa nifët si oratori më i madh që ka njoftë historia e njerëzimit. Kush nuk bindën këta shka po them, le ta gjejmë dikant tjetër si ai në fjalë dhe ne jemi dakord. Mushi me gjithë. Ai ka fol pak, por fjalët e tij janë burim të shumë dije e shkencave njerëzore. Në ditë për ditë vaje po shumë dynjan shumë interesant. Këtë jetë ku jemi ne. Sepse njerëzit po rreth flisnin për jetën, për të kaluarën, për të ardhmen, për ku e di çka. Dhe Rasulullahi e për shumë dynjan shumë interesant. Dhe fillon me një fjali çuditshme dhe thot: "Ma li wali dunya." Tha, çka kam lidhje unë me këtë dunja? "Wa ma li dunya wali." E çka ka lidhje kjo botë me neve, kjo jetë me neve? E thot pasha ata që shpirti jam në dorën e tij.
Thot jeta kësaj bote si në jetën i kalimtar një udhëtari, i cili është lodhur në ditë në shkretin, ka hy me pushu me një pemë, ndërkohë që hija ka ecë. Kështu është njeriu në jetën e kësaj bote. Kaq është jeta kësaj bote në finale. Pra njeriu është kalimtar, mirë po vëllezër të ndershëm. Edhe pse jemi kalimtar, kudo që t'jemi, kudo që na sjellin valët e jetës, ne obligohemi me disa gjana dhe nuk justifikohemi nëse ne ato nuk i kryejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka dash fati i këtij populli që jemi ne sot. Ndoshta i fati i popujve tjerë, që ne të mos bëjmë bajram pa i përzi lotë e gëzimit me të mërzisë, por shkak se na ka mungu dikush në familje. Nuk ka pas gëzim në familje shqiptare e që si kemi përzi ndjenjat, sepse na ka mungu dikush. Kështu fati na ka imponu jetën që të jetojmë në dysh. Mirë po, krejt kjo rrugë e gjatë e historisë, Zoti i Madhërisht e ka kthy në vlera, e ka kthy në pasuri edhe shpirtërore, po edhe kombëtare. Ja sot për shembull këtu prezent kemi njerëz që ndoshta e jetojnë jetën më shumë në diasporë sa këtu. Mirë po e kanë bën krenar familjen e vet. E kanë bën krenar origjinën ka kanë ardhur. Dhe na bojnë krenar gjithve, sepse i kanë arritur qëllimet më të mira të jetës së tyre. Dhe janë bërë shembull edhe për tjerë. Pra njeriu duhet me qenë i dobishëm kudo që të jeton, sepse fundit vëllezër, vallahi ka disa gjëra që janë plan të njeriut. I ka vendosur dikush tjetër pra se me or njeriu këtë dunjë. Tema është shumë e gjatë për me argumentuar këtë çështje apo tham. Po jam i vetëdijshëm se e kuptoni. Ka shumë gjëra në këtë dunjë që janë sot dorë jotja, nuk është mençuri jotja. Nuk vendos ti. Cili prej neve e ka ditë para 20 vjetë ku jemi sot? Cili prej neve ka ditë me imagjinu jetën e sotshme? Ai që të ka kriju e ka ditë para se më të kriju se ti kime ana për tregtore. Pra vëllezër të ndeshëm, mos zgjanohemi. Edhe pse gurbeti është plagë. Dhe këta kanë thonë dhe vetë profeti Allahu xhallahu ala. Jeta në gurbet është plagë që shpesh nuk shërohet letë. E kanë përjetuar në lëkurë ata që kanë qenë më të mirë se na. Pejgamberi Allahu xhallahu ala. Dhe ato kanë folë me drejtësi. Dhe ato kanë folë me vahi, me inspirim për Allahu azza wa jall kur kanë folë për plagët e mërgjimit, për plagët e gurbetit. Se vetë fjala gurbe arabisht, gurbe i bej i panjohur. Edhe njeriu është i panjohur këtë dunjë. Po ne i themi të panjohur diku që ka në vendin tonë, s'kemi shkuar diku tjetër. Edhe jeta është e panjohur për ne vëllezër. Dhe ka shumë të panjohura. Mirë po, kemi ardhur me lehtë Zotit të Madhërisht dhe do të rrugtojmë. Andaj krejt çka duhet të thonë vëllezër. Të ndihmojmë njëri tjetrit në qëllimet e jetës. Të mos bëhemi pengesë për askan. E në veçanti për ata që e jetojnë jetën në dysh. Gjysmën e fatit të gjysmën dikun tjetër. Mos bëhemi pengesë për ta. Ata janë në vendin e vet, vinë në vendin e vet, vinë në origjinën e vet, vinë në trungun familjar, vinë atje ku e kanë fillu jetën dhe ku ka thonë Zoti i Madhërisht me fillu jetën. Dhe janë pjesë e pandashme jona. Ne jetojmë me ndjenjat gjysmake, por derisa ato si kemi në mesin tonë. E kur ata në mesin tonë, kompletohemi edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si njerëz. Pra ata kanë ardhur në vendin e vet, vëllezër të ndershëm. Jeni dëshmitar, ju që rrugtoni për qef. Nuk është letë me prit 6 orë, 8 orë, 10 orë, 20 orë, 24 orë, e ma shumë në kufi. Ky gurbeqari joni ndershëm e merr malli për familjen, për vendin. Edhe ai i ban ball këto sakrifica me ardh vendin tonë këtu. Sigur mos ta kish dash vendin, familjen, shoqërinë, origjinën, sigurisht kish ardhur. Ai ka mundësinë me shku kudo tjetër. Por relaks nëse mund na me thonë kështu. Por diçka nga brenda i flet. I flet Allahu xhallahu ala. Ai cili ka miell dashurinë për atë dhëun, familjen, shoqërinë. Edhe nuk ka çara i pa ardhur në vendin e vet dhe me shkel në dhëun ku shtrit nana dhe baba gjyshe së gjyshi. Allahu po thot huwa ansha'akum min al-ard. Ne kemi kriju prej kësaj toke.
o sta'marakum fiha, dhe s'keni ku me shku për te se me dash ata për cilin i kriju. A ke pasu kurse e vladi që do nanën? Edhe njeriu e do nanën tokë, sepse për isa jemi kriju. Ka nanë në vendin e vetë. Neve na vjen keq, vëllezër. Ndjem jashtëzakonisht dhimbje. Kur qohemi në mëngjes ose në mbrëmje dhe shohmi në përlajme se në rrugë të gurbetit bit dhe bijat e vendit tonë ndoshta edhe e pësojnë me fatalitet. Dhe dëgjut lajmin e pramit se si një familje pothuajse 2-3 andar rrugës për në këthim në punë atje e dërzojnë emanetin Allahu xhallahu ala. Nuk është tema jonë kjo, sepse s'është kompetenca tona. Allahu po thotë në Kur'an 5 gjëra që janë dorë të njerit, kur nuk di njeri për to. Një prej tyre thotë wala tadri nafsun bi yardin tamut. E njeriu kur nuk e di se në pjesë tokës i del shpirti. Veç ku ka thonë Allahu xhallahu ala, aty kena mu taku me lashën e vdekjes. Nuk është kompetenca jona. Në me dhembje, mërzi, piklim, i diskutojmë fatin e njerëzve, por nuk përzimin ka derën Allahu azza wa jall, sepse ai i cili ka projektuar jetën e njeriu është i gjithdijshmi, i urtë, i sinqerti dhe nuk mund dalmi për asaj që ka krijuar Allahu xhallahu ala. Por po e tham si shembull, me plot vujtje rrugës, me plot mërzi atje, vinë në familje, e pastaj kthehen të mërzitur atje, por mos harroni se ato vinë në trungun e vet, vinë në vatanin e vet, vinë aty ku i pushojnë eshtat, ku është kriju, ku është formu. Ato janë vëllezërit tonë, motrat tona, ato janë gjokë jonë, ato janë gjysma familjes tonë. Dhe ne duhet me gjetë një urë të komunikimit pozitiv të e mbështetë njëri tjetrin. Vallahi vëllezër të ndershëm, unë kam frikë se këta kam frikë të madhe se njerëz që dojnë të mirën këtij populli provojnë me bë përçarje mes neve dhe tyre. Unë kam frikë të madhe shumë se njerëz që s'kan shpirt, s'kan ndërgjegje, s'kan karakter, provojnë me mbjell urrëtie mes palës këtu dhe atyre, a harrojnë se jemi një trup i dam në gjys. Ne jemi një zemër që na ka dhënë dikush për gjys, na ka dhënë fati jetës. Por kur bashkohemi pjesë e përbashkëta. Dhe nuk ban me leju që dikush me ndërhyj mes neve. Të ndershëm vëllezër, për shakos, për çdo ditë, kudo që t'jemi, sprovojmë me 3 sene. E para sert përëndon dielli me sprovu se ne ka marrë një pjesë të jetës. Kur ka përëndu dielli pram, ne ka afru, ne ka marrë një pjesë të jetës. Për shumë gjana i analizojmë për këtë fakt na ik. Shkojmë me fjetë në mramje, harrojmë se një ditë më pak të jetës. E harxhum një kartë jetës. E dyta, për çdo ditë sprovohemi, e ham riskin për cilën kemi ardhur këtë dunja. Dhe Allahu na tha, e merr hise që ta kanë ty këtë jetë. Ti ka me hise. Sa të ka do Allahu xhallahu ala. Mi po s'na shkon mendja se po e ham hisën tonë. Po e pakojmë ata që Allahu ne ka caktuar me hangë dhe me shku. Dhe e treta, vëllezër, për çdo ditë ja kthejmë shpinën kësaj bote pa e kuptuar se ja kemi këtë shpinën. E po shkojmë drejt një bote tjetër, e cila nuk ka dhimbje, nuk ka ndarje, nuk ka mërzi, sepse shkojmë në duart e atij që na ka kriju. Shkojmë në vendin ku ai ka caktuar për neve. Shkojmë atje ku Allahu xhallahu ala ka përgatitur për neve një botë e cila s'ka ndarje, s'ka mërzi, sepse lajmi më të mirë që marrin njerëz në ahiret, Allahu i thot, këtu mos ka ndarje. E di sa është e dhimbshme ndarja që përjetojmë këtë këtë dunja. Allahu xhallahu ala për me siguru banorët e xhennetit u thot, mos keni frikë ma, ju qeni në xhennet, nuk ka më ndarje. Pra për çdo ditë vëllezër shkojmë te Zoti i Madhreshëm. Dikush më herë, dikush më vonë, por janë vendime të Zotit të Madhreshëm. Andaj ta duam njëri tjetrin, ta çmojmë njëri tjetrin sa është gjallë, të ndihmojmë njëri tjetrin me ndërtu kauzën e jetës, sepse ai nuk ka ardhur na pengu neve, ai ka ardhur me rrezikun e vet. T'ja letojmë rrugët e jetës njerëzve, edhe të bëjmë përpjekje maksimale të lëmë gjuhën pozitive, vëllezër. Lëmë gjuhën pozitive sepse një ditë prej ditëve do të ulmin peshore e na vijnë argumentet, na vijnë argumente jetës. Sa do të ndërtojmë këtë jetë,
Dhe për mbyllim me këtë porosit madhe pejgamberit. Rasulullah i tha, kur ti mrini majet e suksesin këtë jetë dhe knatësit më të maje se bote, dine se kjo botë është burg në krahasim me ahiretin që e pret njeriu. Çka do që të arrijmë, edhe nëse nesër ecim në porari, në për argjend jetojmë, ndërtojmë shtëpia jo më për dheut. Përsëri, kur ti mrim ambicie më larta të jetës, mos haro me mendu porosinë e pejgamberit se çka do që ndërtojmë këtë dunja është burg në krahasim me ata që kanë pret në botën e përjetshme e që quhet xhennet. Që Allahu na tha, syri s'ka pa, mendja s'di me imagjinu dhe zemra e njeriu Allah se ka shiju kënaqësinë dhe bukurinë çfarë ka xhenneti. Vëllezër të ndershëm, për fund krejt, gjithë mërgjimtarë dhe kudo që t'jenë, ndaj gjithë atyre që kanë shku, të kaluarën, tashmë dhe ato që kanë fatë armë, vallahi ne jemi mirë njësë nda juve. Ju e një pjesë e këti teritori, pjesë e kësaj familje. Mos të joni dikush të ndërhyrë mes neve dhe juve, sepse ne jemi një trup, një mendje, një shpirt. Ka dash Zoti ju ka zgjedhë që ta shijoni riskin dikun tjetër. Aty ka bërë risk Allahu xhel levala. Por kjo s'do me thonë që ti e largu meje dhe në larteje. E ndjejmë, bashkë ndjejmë dashurinë për atë dhejën, familjen. Dhe bashkë me lenë Allah të zëugjel kemi me i kalu të sfida të jetës dhe me lenë e Zotit madreshëm inshallah bashkë në xhennet. Këtu pe përfundoj për shkakos me vazhdu në gjumon në arshme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.